Prokurori i Spakut Adnan Xholi është kandidati i parë që hyn zyrtarisht në garën për postin e prokurorit të përgjithshëm. Ai ka dorëzuar pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë kërkesën dhe dokumentacionin përkatës, duke synuar të pasojë Olsian Çelën, mandati 7 vjeçarit të cilit përfundon më 5 dhjetor. Me titullin doktor i shkencave në jurisprudencë, Xholi ka mbajtur disa funksione drejtuese gjatë karrierës së tij prej 2 dekadash në sistemin e drejtësisë. Ai ka drejtuar përkohësisht prokurorinë e Lezhës dhe prokurorinë për krime të rënda, ndërsa më pas ka qenë në krye të drejtorisë së kontrollit të hetimit dhe të drejtorisë gjyqësore në prokurorinë e përgjithshme. Aktualisht Adnan Xholi drejton seksionin kundër krimit të organizuar në SPAK. Ai ka qenë gjithashtu kandidat në 2 garat e mëparshme për drejtimin e prokurorisë së posaçme në vitet 2022 dhe 2025, si dhe pjesë e hetimeve për dosje të rëndësishme të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Afati për paraqitjen e kandidaturave përfundon më 1 gusht në orën 24, ndërsa deri në mbylljen e tij mund të regjistrohen edhe emra të tjerë. Pas përfundimit të aplikimeve, Këshilli i Lartë i Prokurorisë do të verifikojë përmbushjen e kritereve ligjore dhe profesionale. Kjo fazë pritet të mbyllet deri në 14 gusht. Në përfundim të procesit, KLP-ja do të rendisë kandidatët dhe do t'i dërgojë kuvendit një listë me 3 emra. Prokurori i ri i përgjithshëm do të zgjidhet nga kuvendi për një mandat 7 vjeçar pa të drejtë riemërimi.